Festë e madhe në shtëpinë e Engjit dhe Mërgimit, nusja e re ia bën dhuratën e surprizën më të bukur vjerrës. Ditën e sotme, Engji ka treguar edhe një herë për kushtimin e saj të thellë dhe dashurinë e sinqertë ndaj familjes, duke bërë që ndjekësit e saj të ndihen të prekur dhe të lidhur me momentet personale të jetës së saj. Ajo ka zgjedhur një mënyrë shumë të veçantë për të shprehur mirënjohjen dhe dashurinë ndaj një prej figurave më të rëndësishme në jetën e saj, vjerrës së saj, duke i kushtuar asaj një urim të ngrohtë dhe të mbushur me ndjenja të sinqerta për ditëlindjen e saj. Përmes një videoje të ndarë në Instastory, e cila është regjistruar gjatë festës së dasmës së saj, Engji ka zgjedhur të ndajë këtë moment të veçantë me ndjekësit e saj, duke i dhënë rëndësi lidhjes familjare dhe respektit që ka për vjerrën. Në urimin që ajo ka shkruar mbi videon, Engji ka përdorur fjalë të thjeshta por shumë të ngrohta, duke i uruar vjerrës shëndet, jetë të gjatë dhe momente të lumtura së bashku me të gjithë familjen. Ajo ka shprehur dëshirën që të festojnë gjithmonë të lumtura dhe të përbashkëta, duke treguar qartë se përkushtimi dhe dashuria ndaj familjes për të nuk janë thjesht fjalë, por një realitet i ndier thellë. Ky moment ka prekur ndjekësit e saj, të cilët kanë reaguar me komente të ndryshme që shprehin mirënjohje për sensibilitetin dhe respektin që Engji ka treguar ndaj një figure të tillë të rëndësishme në jetën e saj. Një urim i thjeshtë për ditëlindje ka marrë një dimension më të madh, duke reflektuar lidhjet e ngushta dhe vlerat e familjes që Engji mban me shumë kujdes dhe dashuri. Në një kohë kur shpesh momentet e jetës personale mbeten private, Engji ka zgjedhur të ndajë me ndjekësit një pjesë të gëzimeve të saj, duke treguar se përkushtimi ndaj familjes dhe mirënjohja janë pjesë thelbësore e jetës së saj dhe diçka që ajo dëshiron të ndajë me të gjithë. Në këtë mënyrë, Engji ka arritur të krijojë një urim që është jo vetëm një mesazh për ditëlindje. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.